politike, atë në qëndrime asesi. Qytetari i Republikës Kosovës e ka e votën. Na kemi një kushtetut, i kemi një infrastrukturë ligjore, e du t'i respektojmë. Me kushtetut të Republikës Kosovës, partia apo koalicioni që merë shumicën e ka obligimin, ose me zgjidh, me kriju institucionet, me bu konsolidimin e tyre, ose duhet me hap krahun, ose me bu aleonca. Ne as nuk mu e zhvillojmë Kosovën nga mbrenda pa aleoncat mbrendshme, as nuk mundem me e zhvillu Kosovën nga jashtë mendimin e mezhve pa aleoncat jashme. Fatkesisht, Albin Kurti i prishi aleoncat e mbrendshme, i prishi aleoncat jashme, duke fillu prej Shqipërisë. Është i vetmi kryeministër që një formë gati na shpolli luft me Shqipëri. Me Serbi i ka ecë mirë, e me Greqi e pat një fara leoncët, nështë ta përmes me zvetine që i ka në kabinet, po nuk do të nolem këtim, unë mendoj që qeveria Kurti është e shkuar dhe ne duhet flasim për të ardhmen për homë. Te kjo deklarat më pas duhet ndalim dhe te ajo se çfarë thatë më herët. Natyrisht se gjitha partitë do e deklarojnë kështu, se pretendojnë që t'jenë të para dhe besojnë që do t'jenë të para, sepse realisht nuk ka se si t'i hyet një gare duke menduar se nuk do t'jesh i pari. Mirë për në anën tjetër, ekspertë çështjeve politike, politologë të ndryshëm, në analizat e tyre shpesher kanë bërë ditur se në zgjedhjet e kaluara Partia Demokratike e Kosovës edhe u rendit e dyta në bazë të votave dhe besimit që morin nga qytetarët. Mirë po, kësaj radhe janë skeptik për gjithë rezultatin e gjitha partive politike, derisa thonë diskutabile mund tjetë vendi dytë e kam fjallin për atë se çfarë kishte arritur të sigurante PDK-ja, pasi edhe mund t'ja zë dikush tjetër. Si komenton ju? Jam i bindur që PDK nuk garon për vendin e dytë, Bedri Omza garon për vendin e parë, normal që dikush ka marrë në vendin e dytë. Kurse sa i përket analiza, vënë thash, kryetari Krasniqis ishte, e pa të bërë një zotim edhe një deklarim publik në emër të Partisë Demokratike që nëse ky nuk mundet zoti Kurti, të hap krahun, ne i krijojmë institucionet mbrana një afati shkurtkohor. Partia Demokratike, në momente kur i ka fitu zgjedhjet, kem pas një krizë të caktuar kur kanë Vlanin atëherë. Prap njëjtë njerëz i kanë bu Vlanin. Zoti Kurti u kon se vetë iniciali e parëve, kuptohet kush u kon ai kryesori atij bllokade në vitin 2017. Edhe ne zoti tha që ishte një njeri me vizion. Ishte një njeri që doj këtë mirën vendit, edhe i don të mirën vendit, edhe atje pe aty të Koshtani që besoj kthehet bashkë me shok shumë shpejt. Mendon ç'është me dal Kosova nga kjo krizë me ecë përpara, edhe e boni kompromisin, bëri koalicion. I shej krajin edhe pse i kish fitu, ish parti bindshëm larg dytës, edhe e lëshej krajin, edhe e lëshej mandatin e kryeministrit. Unë thash që ne, kur dalim parti e parë, atëherë qytetarët do ta shohin edhe jo mediat, edhe analistat, edhe ata që kanë bu debatin për studiot ndryshme, do ta shohin që zoti Homza nuk i vyn kohë shumë me konsolidu qeverin, kabinetin qevetar. Megjithatë, thatë se keni qenë të gatshëm. Tash kemi edhe gjykim gjykatës kushtetuese. Nuk mundet tashmë një kryeministër që vjen, as Bedri Homza, mos me ecë përpara sipas afatit, sepse nuk mundet tash pa kufi me kurkush me qit një kandidat të padëshirueshëm për me bukë. Mirë që janë sqaruar këto nga gjykata kushtetuese, megjithatë thatë se keni qenë të gatshëm si parti pastaj që ta formoni qeverinë.